Projekti i ri i qeverisë Rama 4 Diella është vetëm fillimi i një plani më të gjerë për integrimin e teknologjisë së shërbimit publik dhe qeverisjes digjitale. Kryeministri Edi Rama e sheh këtë si një mundësi për të pozicionuar Shqipërinë si lider rajonal dhe teknologji dhe inovacion. Ne do të kanalizojmë shumë burime, reforma institucionale dhe kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë, i cili do të ketë ndikim jo vetëm në Tiranë, por edhe në rajon, tha Rama gjatë kongresit ndërkombëtar të nanoteknologjisë. Në këtë kongres, ku diskutua mundësia për ndërtimin e një ekosistemi të avancuar kërkimi dhe arsimi, kryeministri nënvizoi nevojën për harmonizimin e arsimit të lartë me strategjinë e qeverisë për inovacionin, duke e fokusuar me laboratorët, startupet dhe inkubatorët. Një sër universitete shqiptare përtin programe të ndërdisiplinuara për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks, është një nevojë së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës së tjetër, çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjinë së ardhmes mund ta bëjë këtu në shtëpi. Për i betimit të qeverisë së re e para në botë me një ministre virtuale, Diella u shfaq për të treguar se inteligjenca artificiale dhe nanoteknologjia nuk janë rrugë paralele, por forca që po bashkohen për të transformuar shërbimet publike dhe sektorin e arsimit në Shqipëri. Ky projekt sipas kryeministrit synon të krijojë një ekosistem të qëndrueshëm inovacioni, ku rinia, akademia dhe bizneset të bashkëpunojnë për të zhvilluar teknologjitë që do të formojnë të ardhmen e vendit dhe të rajonit.